miket huaja, unë po ju pyes kështu konkretisht, kur ka qenë komunikimi i parë që keni patur shembull me CIA-n? Rrëfime dhe intervista kemi zhvilluar edhe në të kaluarën, dëshmit të komunikimit me George Tenet, që ka qenë në atë kohë në krye të shërbimit të CIA-t, ka patur pra në të kaluarën. A e kujtoni ato momentet e para, kush e ka ndërmjetësuar këtë komunikim ta keni me autoritetet e sigurisë ose të shërbimit amerikan? Kur mund dikush më ka thënë që është i CIA-s deri u shliru Kosova. Por kontaktin e parë me administratën e SHBA-s e kom pas në shkurt të vitit 98, kur kom shku në Amerikë. Në Amerikë? Po. Edhe unë kom pas disa takime atje. Normalisht që edhe me shqiptarë dhe me amerikanë, takimet disa i ka organizu NAKU, disa i kanë organizu disa miq tjerë, por kur kam shku, kom menu që s'me epin vizën, ma kanë dhonë, nejtë, kur u ktheva në Shqipëri, fatosim të tani, dikush dënë me të taku, për kam taku, jam përfaqësuesi ati komitetit sigurisë kombëtare. Një nërkur me bisedu me ty, kemi bisedu, në të është, ka qenë një angazhim shumë i gjatë, shumë i madhë, shumë i rëndësishëm, do të thaja, për t'i marrë, për t'a rrit njohje, për t'a mësu se kush është UÇK-ja, për t'a mësu politikën e UÇK-s, për t'a mësu diasporën që ka menon, për t'a mësu kush janë këta që po luftojnë. A ju kujtohet njeri me cilin keni bisedu? Po që s'më kujtohet, po... Apo s'mund të flasim me emra? Ende, s'mund të flasim? Ja, thash, përfaqësuesi Komitetit Sigurisë Kombëtare, i kom një dëtë, jo CIA, jo FBI-ja, jo ato, aty ka, edhe ata kanë shumë shërbime, po unë kështu më është prezentu, edhe përmes ti kom komuniku me Bill Clinton. Me Bill Clinton? Po. Kuptimin jo me fol, por mesazhin e kam dërgu gjithmonë përmes tij. A ishte ky momenti i parë që e kthen administratën amerikane ta sheh UÇK-n si faktor partner në terren në Kosovë? Ishte fillimi. Fillimi i njohjes thash. Po. Dhe